përgatitin sultjaç me arra, rrushtë të thatë dhe kanellë. Një nga ëmbëlsirat e mia të preferuara është e shpejtë edhe e lehtë. Si shikoni, unë hodha një gotë të voçkël me orisë, edhe pastaj i hodha ujë, pak ujë që ta mbuloj, që të zije një herë me ujë në fillim, edhe pastaj do t'i hedh qumshin, edhe qumshi që të mbuloj orizin. Siç mund të shikoni, unë çdo gjë e bëj me sy. Edhe pastaj sheqere i hodha 2 lugë brenda të mbushura, po akoma më shumë donte, edhe ndaj i shtova dhe një çik në fund fare para se ta heq nga flaka. Një lugë të vogël me vanilje, lëng vanilje ose tosh vanilje, çfarëdo që të keni në shtëpi, nuk ka problem fare. E lëm që të valoj avash duke trazuar vazhdimisht, se kur është me qumësht mund të na ngjitet në fund të tenxheres, edhe pastaj do ta ndajmë nëpër pjata. Në për këta tasat në fakt të vegjilit, unë në fillim e ndava në këta të dy që janë njësoj, edhe pastaj tek një tjetër që është më i hapur, që të ftoj me njëherë se djalit nuk i duroj dot. Edhe djalit ja hodha në këtë tasin, sultjaçin, derisa t'i ftohej. Tani djali dhe burri nuk e duan as me arra, as me rrush, as me kanellë, me asnjë gjë, e duan ashtu skjeto. Unë që dua nga të gjitha këto brenda, i hodha edhe arra, siç mund të shikoni, rrush të thatë, po sa shihet të mirë që i jap në sultjaçit këto, edhe pa diskutim kanella që shijen e bën magjike. Këto janë sultjaçet për sot, mund t'i provoni. Edhe mund të më thoni në qoftë se ju e bëni me mënyrë tjetër, e di që bëhet edhe me një sheshte ose me corn flour, po unë besoj se nuk ka nevojë fare, përderisa mund t'i hedh pak më pak ujë, edhe trashet me një herë ai orizi, nuk ka problem, edhe s'kam se të përdor mielra dhe gjëra të tilla që mendoj që nuk janë dhe aq shumë të shëndetshme. Po nejse, çdo person e bën si e di vetë dhe si e do vetë. Kjo është mënyra ime, e zije një herë me ujë, edhe pastaj e zije me qumësht, se po ta zjej direkt me qumësht do më dali pak i fortë orizi, ndaj e bëj në këtë mënyrë.